ajo çfarë po kuptohet, madje kemi parasysh që u tha që ishte si synim që të përfshiheshin dhe kurdët përmes rrugës toksore, pra në këtë strategji që të avancojë dhe më tej, të krijojë një strategji më gjithëpërfshirëse në sulmin ndaj Iranit, dhe ajo çfarë edhe presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar përgjatë këtyre 24 orëve të fundit është se SHBA-t ka saktësuar në fakt që nuk po shqyrton dërgimin e trupave në Iran, por po synon të ndërhyjë për stabilizimin e situatës, sepse pasi shumë diskutime nëse do të kalojë në një sulm edhe toksor tashmë apo jo. Tani thënë këtë, pse po e përmendun këtë, çfarë na kanë treguar ne këto 7 ditë, jo thjesht për Iranin, pra pa dashur të bëjmë përsëritjet e asaj çfarë ju tha deri tani, por edhe për strategjinë ushtarake të këtij të fundit përballë SHBA-s, Izraelit apo dhe forcave të tjera. Pra edhe peshën gjeopolitike, po them, se ndoshta u zgjata pak. Atëherë, kemi hyrë në fazën war of attrition, që quhet në anglisht. Pra Irani po ndjek strategjinë e zgjatjes sa më shumë të këtij konflikti. Cili është objektivi? Objektivi është, duke marrë parasysh kostën e jashtëzakonshme dhe numrin e limituar. Dhe kur them numrin e limituar, nuk po them që Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara nuk kanë mjaftueshëm raketa antiaerore, por është një luftë e cila bazohet në konceptin e luftës asimetrike, për shkak se spari Irani, duke identifikuar në mënyrë të veçantë të gjitha asetet strategjike të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por gjatë 7 ditëve ka qenë i aftë të godas 11 vende, dhe në mënyrë të veçantë dëmi më i madh është dëmtimi i 8 radarëve, 7 nga cilët të baterive kundërore dhe 1 radari në Emiratet, në Katar, në bazën Al Udeid, me rrezë 5000 kilometra. Që të thotë, shkatrimi i radarëve i pamundson Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i vështirëson jashtëmase identifikimin e lëshimit të raketave në momentin kur lëshohen nga bazat. Së dyti, shkatrimi i 2 baterive i 2 radarëve, baterive kryesore të THAAD-it, baterive THAAD, sistemet më modern, edhe në Jordani, edhe në Emiratet e Bashkuara Arabe, e ul aftësinë dhe mundësinë e këtyre aktorëve, pra të Shtetet Bashkuara të Amerikës, për të dëmtuar raketat të cilat lëshohen me salvo të ndryshme. Për rrjedhoj, rrisin koston, mundsojnë goditjen e objektivave, gjithë cilën e kemi parë. Tashmë Izraeli është dëmtuar në një masë shumë të madhe dhe unë personalisht nuk e di se sa spari do ketë mundësi ta vazhdojë këtë luftë, për shkak se interceptorët që janë nga 1 deri në $12 milion copa, po luftojnë kundër raketave dhe dronëve që janë $20.000-50.000 copa. Për sa kohë do ta vazhdojnë? Për shkak se aftësitë për prodhimin e këtyre raketave antiaerore, pra tok-ajër, janë shumë të kufizuara. Pavarësisht se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dërguar në rajon të paktën 6 muajt e fundit pothuajse të gjitha bateritë e tyre. Tashmë sot dhe dje ka filluar zhvendosja e baterive kundërore nga Japonia dhe Korea e Jugut. Dhe meqense jeni këtu dhe përmendet sidomos këtë element të fundit,